me të pyet si ka ndiku kjo përjashtimi i vajzave me mbulesë nga shkollat? Diskriminim. Është diskriminim. Është diskriminim sepse të përjashtosh, është mendimi im edhe opinioni im, edhe jetojmë në demokraci dhe kam të drejtë të parashtoj opinionin tim. Të përjashtosh nga shkolla një vajzë me mbulesë, e cila thjesht ka një zgjedhje të lirë, një autenticitet të lirë, original të saj. A është ndikuar, a ka reflektuar, a ka eksploruar, nuk është çështje që i takon diskutimeve tona ose formave tjera, është zgjedhja e saj dhe sigurisht edhe është edukim apo miratim ose jo miratim i prindit që mund ta bëj këtë. Pra, të përjashtosh një vajzë nga shkolla me mbulesë, kjo është absurde, por edhe diçka për të dragushëm, vetëm diçka arnesa se minutazhi im është shumë i shkurtër krahas panelistë që janë aty prezente. Kemi ende edhe gjysore, kemi kohë, 20 minuta patjetër. Vetëm se koha është shumë e vlefshme, më besoni është shumë e vlefshme, sidomos sot në kohën ku jetojmë. Dhe në anën tjetër, nëse ne konsistojmë se edukimi fetar duhet të inkuadrohet në shkolla, çfarë kapitush duhet përfshirë në këtë edukim, çfarë kurrikula, çfarë politikash duhet të dizajnohen për të minimizuar rreziqet në të dy anët. E jo vetëm të flasim edukim fetar. Çfarë është edukimi fetar? Ndalon. Nuk është edukimi fetar vetëm ndalon. Sepse edhe religioni, edhe feja e stimulon mosinxënien, e stimulon dijen. Unë nuk kam dëgjuar ndonjëherë që feja ndalon dijen dhe të lënë në një pozicion në vend numëro. Kjo është absurde, mos ta konceptojmë këtë, dakor? Feja është vetë dia, kështu që. A mund të përgjigjem tash apo mos të